Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për leximet personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim dy shenja për muajin maj. Kemi Bricjapin dhe Akrepin. Çfarë thonë këto dy shenja për muajin maj? Energjia shpirtërore. Fokus i fortë tek qëllimet, por jeta të kërkon të jesh më fleksibël. Jo çdo gjë shkon sipas planit dhe kjo është në rregull. Është në rregull gjithçka. Dashuria, mund të dukesh emocionalisht i mbyllur. Nëse hapesh më shumë, marrëdhëniet përmirësohen ndjeshëm. Financat dhe puna, stabilitet dhe progres i qëndrueshëm. Një përgjegjësi e re mund të sjellë mundësi të mëdha në të ardhmen. Dhe këshilla shpirtërore, kontrolli i tepërt të lot. Beso pak më shumë. Pra dhe besosh pak më shumë. Akrepi. Energjia shpirtërore e akrepit, një transformim i thellë është në proces. Dhe mund të ndihesh i tërhequr drejt vetmisë ose reflektimit, pra mund të jesh pak i vetmuar për të reflektuar me veten tënde. Diçka po mbyllet që diçka më e fortë të lind. Dashuria, intensitet shumë i lartë. Në çift mund të ketë momente xhelozie ose kontrolli. Këto janë sinjale për të punuar me veten. Beqarët mund të hyjnë në një lidhje shumë të fuqishme emocionale. Financat dhe puna. Kujdes me vendimet impulsive ose rreziqet e panevojshme. Analizo mirë çdo hap që bën, që hedh. Dhe këshilla shpirtërore, lëshimi i kontrollit është transformimi i madh. Pra, këto ishin dy shenjat për ditën e sotme, për muajin maj. Faleminderit shumë, miqtë mi.